Pas 8 vitesh dashurie dhe përpjekjesh në heshtje, viti 2023 ishte momenti kur Selajdin Musaj u detyrua të kërkonte ndihmë nga institucionet e drejtësisë. Ai nuk kërkonte vetëm drejtësi, por edhe mbrojtje nga kërcënimet e ish-bashkëshortës, e cila sipas tij synon t'ia merrte të birin. Megjithse u drejtua policisë së Kosovës, Abaza tha se nuk morri asnjëherë mbrojtje, as për veten dhe as për djalin. Kam lu policin, ka la 4 polis djem të ri shumë. E thirrën të vëtam, po vjen një pun kërcënu më marr mua më gjatë djalin. E kam çu djalin pi xhumit të shkon polici. Kërcënimet sipas tij nuk përfunduan as në vitin 2024. Për të njëjtën arsye, ai u detyrua të shkojë sërish në polici, por edhe këtë herë ankesat e tij nuk morën përgjigje. Ai thotë se nuk është njoftuar nga askush për ecurinë e rasteve. Tash unë nuk e di që ja tregua edhe në polici. Që nesër masë diçka nëse unë të vjen të tjerë unë nuk të mbrojna. Që nesër masë më shku mi bën 20-30 vjet borë për asnjë. Unë nuk jam asnjëherë që kom lë për shembull asnjëherë s'kom deklaruar në polici që unë kam dorë dhunat të shkoj në mbrojtje. Kiks Kosova dërgoi pyetje në policinë e Kosovës. Sipas përgjigjes zyrtare, ndaj Dorina Matës janë iniciuar 2 raste dhe ajo aktualisht është në kërkim nga policia e Kosovës. E nderuar, sa i përket pyetjeve tuaja, ju njoftojmë se në stacionin policor të Fushë Kosovës janë iniciuar 2 raste. Keqtrajtim apo braktisje fëmijës, i raportuar më 23/3/2023 dhe i proceduar në prokurori më 2/5/2023 dhe kanosje, i raportuar më 29/5/2024, që aktualisht është në hetim dhe personi dyshuar është në kërkim policor. Por pavarësisht këtyre të dhënave, Selajdin Musaj thotë se rasti asnjëherë nuk ka përfunduar në prokurori. Kiks Kosova është drejtuar edhe prokurorisë themelore në Prishtinë në një përgjigje me shkrem. Kjo e fundit tha: Lidhur me pyetjen tuaj, ju njoftojmë se kjo çështje ende nuk është pranuar në prokurorinë themelore në Prishtinë.